Një cikël intensiv stërvitor njësive të mekanizuara të ushtrisë serbe është duke u zhvilluar në territoret servitore të ushtrisë qinje, me fokus, siç thonë ata, në përgatitje për kryerjen e operacioneve luftarake në kuadër të operacioneve mbrojtëse. Qëllimi i stërvitjes, siç njofton ushtria serbe, është ruajtja dhe përmirësimi i aftësive të personelit ushtarak për përdorim luftarak të armëve kryesore, si dhe për zbatim efikas të veprimtarive taktike në fushën e betejës, duke siguruar kështu një nivel të lartë të gatishmërisë luftarake dhe gatishmërisë për kryerjen e detyrave në përputhje me misionin e ushtrisë serbe. Sipas planit të stërvitjes për këtë periudhë, theksi i veçantë, theksojnë ata, i kushtojnë stërvitjes së përbashkët të ekuipazheve të mjeteve luftarake të këmbësorisë dhe skuadrave të embarkimit së bashku me kryerjen e procedurave taktike dhe të zjarrit në të gjitha fazat e operacionit. Cikli do të vazhdojë me realizimin e gjuajtjes së fitnessit në terrenet e specializuara, e më pas ushtrime taktike me gjuajtje të drejtpërdrejtë, gjatë të cilave pjesëtarët e batalioneve të mekanizuara do të demonstrojnë nivelet e tyre të stërvitjes në kushte reale, kanë theksuar ata. Batalionet e mekanizuara së bashku me njësitë taktike përfaqësojnë bazën e manovrimit në operacionet e ushtrisë tokësore. Roli i tyre, siç shpjegohet nga ushtria serbe, përfshin futjen e shpejtë të këmbësorisë në luftime, sigurinë e mbështetjes nga zjarri dhe mbrojtjen e forcave, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në zbatimin e operacioneve ushtarake në tokë. Stërvitja zhvillohet gjatë vitit në të gjitha kushtet, me qëllim ruajtjen dhe përmirësimin e gatishmërisë luftarake, kanë theksuar ndër të tjerash ata.